Të dashur teleshikues, vëllezër e motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ju përshëndesim dhe ju dëshirojmë mirëseardhjen në emisionin tonë dhe tuajin Rruga e Ndriçuar. Emision ky që është i drejt për drejt dhe kontaktues, ku ju mund të inkuadroheni përmes telefonatave tuaja në numrin e telefonit që do të jetë i shfaqur gjithmonë domun poshtë ekranit. Emisioni është i drejt për drejt dhe ju mund ta përcjellni jo vetëm këtu në televizion në RTI, por edhe në YouTube, ku mund ta përcjellni live, si edhe në kanalin zyrtar të Hoxhës në Facebook. Hoxhë nderuar, selam aleikum, mirë se na erdhët. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Me që kemi telefonatat në linjë, atëherë e inkuadrojmë një herë. Alo, selam aleikum. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam, po urnani. Kam një pyetje për Hoxhën. Kam një familjar. Është një djallë. Kam nga babënau. Po Hoxhë martesë nuk e ka. Ka bota vjet. Po familja i fat mu martu. Pa i s'po dën. A do këse rasti me shku të një Hoxhë, a me bëne ruke ose me bë diçka? Një këshirë me na jo, se mund në shëqë. Në rregull, tash do ta merrni prej Se Hoxhës. është dhe i mirë, dhe i shpijës, nga këtë, dhe martisë në kërpo. Keni pyetje tjetër? Jo, Allah është për vetë. Faleminderit, Allahu ju nderoft. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala. Kjo është një sprovë tashme, në të cilën kanë ra dhe po bin një numër jo i vogël i të rinjeve dhe të rejave tona. Sahi është kader i Zotit, nuk diskutohet. Është caktim i Zotit. Pa thonë Zotit nuk bëhet kur gjë. Këtë është e vërtetë e punë. Dhe nuk ndryshon. Pa thonë Zotit asgjë nuk bëhet. Por ajo që kam dhënë mu, o më shqetëson, më mërzit, është se shumë kush pa nuk din as vetë pse e shtyn martesën, madje me refuzon krejtësisht. Nuk din. Me tregu nuk din. Ose ka arsye, qash arsye, justifikime, jo arsye, justifikime që të vjen munim me ndëgju. Se për shembull, të djemt jo se kam standardet kushtete, jo do të mja bo standardet fëmijëve, e jo nuk du se babem du mja siguru kushtet e mire. Mushet menja që kërë alamet dije ka, alamet nivelit ngritjes të dijes të intelektit të shkencës, so që ka zbulu këtë diçka për te kontinentet që ka dalë. E që është budallaki e tina, është korpamësi e tina, është runa zëtë dëshim, jo bindje në rrezikun e Allahut, nuk e ka kuptuar dinin si dohet, po të ishte elementi i standardeve, i kushteve, po të ishte aq i rëndësishëm për martesë, krejt prindërit e tonë. E mos flasim për prindërit e prindërve tonë. Çfarë kushte kanë pas? Asnjë pra nuk pas ka qenë dashur martu, por asnjë nuk vdiqen uni. Allahu ka thonë wa rizqukum fis samai wa ma tu'adun. Rreziku është në qiell. Rreziku vjen për qiellit. O ju njerëz, rreziku vjen me vlad. Sigur se grunë kër e merë, a vjen me rrezik vetin. A vjen me bereqet vetin. Edhe fëmija kër del në këtë dynja, del me bereqet me rrezik vetin. Fundja robe ka për detyrë veç më mundu. Me lyp rrezik. Sepse edhe hajvani lyp rrezik. Edhe insani lyp rrezik. E lyp rrezikon, insani hajvani e lyp. Dhe ata që ka saktu Allah ka me ardhë. Andaj, nuk dhe të mitu të rrezikot.
Në anën tjetër, mund të thotë diku po jo ngarkese martesa. Çdo detyrë në këtë dynja, çdo fazë, proces i jetës në këtë dynja, i ka peripecitë e veta, i ka të mirat e të ligat, sepse jeta është e tillë. Andaj jeta bashkëtorë i ka, është e vërtet, por Zoti ka lanë të bareke o ta'ala. Dhe nuk bën njeriu më thellu në to me thonë, tashone do të më çu me këshir grune, se gre me këshir burrën, ose o ju njerëz jeta që është, o ju njerëz. Nuk mund dalim në jashtë ligjeve të Zotit. Për përsëris, sahi është kaderi i Zotit. Andaj ata persona të cilët shka kaderit Allahut i është shty martesa, nuk kanë përgjegjësi para Zotit, pra nuk kanë llogari, nuk përgjigjen. Ndërsa ata të cilët këtë e shtyn martesën, në anën tjetër unë në zat, e bën hene në haram. Bën hene në haram. Allahu i udhëzoi këta triton. Ky pyet me shku tek hoxha, nuk e shafon, me shku namaz bëhet. Dëm për rrugës nuk ka, por kësa raste zakonisht është çështje psikologjie e njeriut ose s'po di. Khair, Allah shpëleft. Të në radhës. Alo, selamu alaikum. Aleikum selam. Po urnani. Një pyetje e kom, dhe më bët paj që më lajëm pikatit për në ma, dhe më bët i më la, e në baba nuk apëtet. A duhet me marrë bab apëtet, ajo. Ja, se kuptaj. A bën edhe njëherë nëse bën pyetjen? Ba une jum la. E në baj që jum la, e bën e në njëllë me man apëtet, ajo. Pyetja se unë jam la, kur ka bërë banjë tush, Po? edhe a do të më marr abdes? A kryu, që ke pyetja? Bo, Tamam. dhe më bët paj që jum la, e në mund pit apëteti, a duhet me man apëtet, ajo, amja ton, ajo. Do ta merrni përgjigjen nga hoxha. Allahu të rujti. Aleikum selam, Zoti ju rujt. Njeriu kur lahet, pastrohet, bëntosh, hin lom, hin ndeti, ku ta diunë, ajo është i pastërt. Ajo është në abdest. Ajo është i pastërt. Për pastërtisë së madhe, pa pastërtisë së madhe nëse veç ka qenë, dhe prej pa pastërtisë së vogël që është abdesti. Nevoja për abdest. Pra, robi kur lahet, ka abdest. Anipse, për ma marë ma mirë është tu bugosëll, tu pastru, tu la, në lëman, deta, në banjo ku të qoftë, me marë dhe abdest. Është sënet, është më mirë. Por, edhe nëse nuk marë abdest, veç pastrohet, shandgjohet në lëmë e njeriu, edhe del. Ai nëse ka pas nevojë për më bë paqt, o ba. Nëse nuk ka pas abdest, tash ka abdest. Dhe më falet. Atëherë kalojmë të telefonata radhës nëse e kemi. Alo, nane? Okej, derisa ta marrim telefonatën e radhës, atëherë marrim pyetjen që ka ardhur me shkrim.
Thot një pyetje, nëse shefi hyn kredi për mu asiguru rrogat e punëtorëve, a lejohet që të punoj unë në atë firmë? Po, lejohet. Sepse ti nuk je i ngarkuar, nuk je përgjegjëse për burimet financiare të shefit të kompanisë. Nuk je përgjegjës. Tamam? Dhe aje nuk ndodhë gjithaj, mund ndodhë një herë, të henë kredit, a i saj me hi kredit gjithë për rruga i falimentan, e mbyllë kompanin krejt. E ka ndodhë një herë ose dy, ka ndodhë për x arsye, ty të lejohet, ati është ndaluar, aje ka haram, por ti e ki halal. Aje ka haram, sepse ka bërë një kontrat, që Zotë ka ndaluar që është kamata, kontrat në të cilën ka kamat, një bërç në të cilën ka fajde kamat, ndërsa ti e ki halal, sepse parja të cilën e mërë të pejtina nuk është në dytë. Kontrata është haram. Kontrata është haram. Po parja nuk është në dytë. Tamam? Mund t'jetë edhe kontrata edhe malli në dytë. Për shembull, bën kontratë me alkohol, ajo kontratë është e pavlefshme, është haram, po edhe si kontratë, po edhe si mall, sepse është alkohol, ose është mishdjerrit, ose është diçka që ka bërë Zoti haram. Ndërsa para e si para, është halal, ose është e pastërt, nuk është në dytë ajo. Dytë është bërë në dytë në kuptimin figurativ, sepse ke kontratën haram, e ke shke ligjin e Zotit, ke bo kontratë jo valide, andaj e gjëna qarë, e që ka të bëj me komat, por që ajo sasi e parave si para nuk është në dytë, andaj nëse e punëtorit, jep fukaras, jep një nevojtarit, ata s'ka në haram e morat para. Të në radhës, alo, salamu alaikum. Selamu alaikum, unë e roar. Aleikum salam, po urnanet, cila pyetja juaj? Mas parë djerë ju përshëndet ty dhe hoxhën. Faleminderit, Allah i nderoft. Po kam një pyetje dhe në pyetje, po tani sa ndëgjova që një vëlla pak më herët e pas ka bërë pyetjen thuja si të njëjtë. Pyetja ime është kështu që para disa viteve kam dëgjuar një pyetje të hoxhës Shefqet, një përgjigje të tij, në fakt që ju ka bërë rreth pastrimit, rreth gusullit. Dhe në atë pyetje është bërë që domethënë për perinia, për shembull, me thjeshtësu sa më shumë ose si është pjesa e gusullit. Dhe pyetja ka qenë që si merret domethënë gusulli më i thjeshtë. Përgjigjja ka qenë e hoxhës që mu pastru, s'ka rëndësi si pastruhesh, veç me morë edhe ujtë edhe me morë shti ujtë edhe unë edhe nguj. Edhe me bon jetë. E të ishta me pyet që a është e njëjta gjallë që është edhe për të rinja, nëse flasim për të adoleshent të një gjertë, a është e njëjta edhe për të rritur, të mosha rritur. Dhe në pyetja e saj është që me këtë lloj pastrimi, domethënë me pastrim, me bon jetën, me u pastru dhe me shti ujtë në unë nguj, a mush me fal namaz me këtë lloj pastrimi? A gjehet sikur jeme tamam me gusull. Dhe një pyetje tjetër që është personale ndaj hoxhës, po nuk është që s'kisha pas qef me ditë pak a shumë, pak më shumë, sepse e di që edhe modestia e tij ja bën që me kom pak më jo shumë ashtu me fol rreth vetes tij, po kisha dashur ndoshta unë edhe sa të tjerë kishin dashur me ditë pak a shumë rreth angazhimit të tij gjatë luftës në Kosovë. Pak a shumë kur është ju bashkangjit luftës, si ka kalu luftën dhe është diçka që ndoshta shumë tri kishin mujt me pasë se si një njeri për shembull ju ka bashkangjit luftës edhe pse është ka qenë domethënë në atë pjesën e studimeve dhe rreth fesë islame e këto gjëra të tjera. Kështu që është pak personale, por nëse kish dash, nëse kish mujt me pak modestin hoxha më na tregu pak rreth saj, kishte mirë. Përndryshe s'kam tjetër diçka. Faleminderit, Allah shpërblet për pyetjet. Tash sa përket Zoti ju ruaj, do të merrni përgjigjet edhe nga hoxha, edhe pse për angazhimet e tij është shkruar, fol dhe ka materiale, të cilat domthon kanë spikat aktivitetin e tij, por megjithatë mbetet vullnetin e hoxhës për këtë. Pyetja na rikthehet prapë te gusli. Po, Gusli është i thjeshtë
është shumë e thjeshtë. Po mendon sa më i lehtë për rini, sa më lehtë. Edhe a dallon tash për trit edhe për të rritur. Jo, nuk dallon. Në hun, gojë edhe Ka që ke trupin. Për më marrë më mirë me sënet, është më marrë. Për me sënet, e robi pastën duart e veta, i pastën vendet intime, ku mund të ketë ndëtësina në te, në të pastërën mirë, pastaj fillon dhe me rabdest. Qysh merret abdesti, për pas që nuk i pastron kam të veta, e pastaj e qet ujtë në kokë nga ana e djathtë të fërkan, tani nga ana e majt, dhe pastaj kamën e djathtë edhe nxjerr pe banjës aty pe çka quhet ai vaska çka quhet, tani kamën e majt, edhe pra në fund i lën kam të krejt, kjo është gosel bashkë me abdest edhe është me sunet tamam. Por nëse nuk e njeh sunetin, e që i bie veç i lahet, ndash pe kamën, ndash pe kreje, ndash fotën lëmë, ndash ndeti, ndash këse me kamë, ndash këse me kry, ndash më rëndë si ujtë me të preke trupin tëndë dhe në hunë ngoj me shti. Sepse këto janë 3 farze. Lamja e krejt trupit, me prek uji krejt trupin, nën dë me shti ngoj dhe nën të rënë hunë. Pa në hunë ngoj dhe krejt trupi. Nëse kryjnë farzët, ne din që farzët kur kryen është ndërtuar çaj struktura. Se farza e namazit se kryna, farza e xhirimit, farza e goslit, tamam? Sunetet e plotësojnë, por nuk e rënojnë. E plotësojnë, por mungesa aty nuk e rënon. Kështu që me tani, me atë gosël, pra jemi të pastërt, nga pa pastërtia madhe dhe vogël, pra edhe jemi të pastër, po edhe kemi abdes. Dhe falim çka dojmë. Kjo s'ka dallim i ri dhe i vjetër. Nuk ka dallim. Ati ne me të mbërsh pak më herë që theve punën e luftës, të folë pak Allah shpërblef, por për mos më thonë vllau që i ke pyetjes. Nësa herë kemi thonë, dhe vazhdoj të mbrojat, apo qëndroj pas atij mendimit, njeriu nuk shkon në luftë, apo nuk e bën një punë të madhe me rrej krah. O ju njerëz. Qoftë e punë humane, qoftë shkencore, qoftë materiale, qoftë edhe ushtarake, qoftë edhe njeriu punë t'i bën për hatër të Zotit, njeriu punë t'i bën se ja ka bërç individit, familjes, shoqënisë, farëfisit, shtetit. Ja ka bërç vëlla, bërç ja ka. Mos u krena kur e kryen një bërç ose namin se ke bën. Falenderoj Zotin që e kryve çat bërç. Namin se bën avra. Shumë në Ramazan, a gjërojmë. A lodhëm, po. A bënëm namina? A lamë në këna po? Jo përse këna bënë namina. Në veç e kryem një bërç. Hak i Zotit të. Bërç është Ramazan. O Zot një bërç jo. Ma pak s'ka ku shkan. Ma pak del munafik, del tradhtar. Qysh njeri a këthe shpinën vatanit. Sahiun kam qenë gërbet, që kam qenë student. E vërtet, bashkë me ty. Në atë kohë. Dhe me disa shok të tjerë, e që ka qenë mes asajna, a me vazhdo studimet, e njëtin fat e ke pas edhe të sion, a me vazhdo studimet, apo me ndërprej e marrë përgjigj vatanit. A në pëse këto një pjesë e madhe këtyne, dojnë piktu, t'ja këthe në shpinën. E tash mundohen, jo tash për më në mas lufte, mundohesh me nga bo ma patriota se ne, ma komandante, me marrë meritat e atyben të ka kap, kur pushken e ndorë, e sa shka mujt në për Blac, e në për Morin, e në për Stankovac, e që gran të ikë. E që këtu, fatkeqësisht, ka qenë umërjë i vogël edhe hëngjallarve. Fatkeqësisht, nuk do të doja me pa asë një hoqë jashtë në Kosovës. 2, 3, 4, 5, dhe cilë do në lëbojnë. Në kërëmi miftin, atë në rahmet shpirti pas në atë zaman. Me dalë me lëbu, ndërsa të tjerë këtë me nejtë. Minimumi, me dhanë moral, ushtarëve. Me i nëzitë ushtarët, ka nevojë ushtarët. Që të ke mujtë me ba, po ka ndo edhe ka shkuar. Andaj në namin se këna ba. Ne e në shku se këna pas bërq.
Dhe une e falenderoj Zotin që Allahu ma ka qelë rrugën, me ka lehtësu, sepse nuk ka qelë lehtë as për mua as për ty. Ta shtynë sa do më shpjegoj, këta nuk na marr, ndoshta s'na kuptojnë sa ka qenë vështirë me ndërprer vitin e vizat e kodadion në mes me shkollën e Milan hapësir më kthya pete, janë procedura të cilat nuk janë të lehta ato, por Allah na ka lehtësu. Aty kofshin fal, shkollën se kena humbur, por kemi ndërprer një kohë, kemi ardhur në barë që kena kry. Në barë që kena kry, e kena pas vatanit një barë shtetit të namin ty bene kena ba. Edhe kur për jetë kështë ta kështë marrë vesh që më kanone, sa tërë së më kanë njoft njerëzit, si më kanë se ta shë famshëm, apo i që më thoni i njohër, po se famshëm, nashta si bjenë mirë, po i njohër, edhe s'kum desh më njoft kërkosh, por ka lekë të mi në kërëj me komandantin tonë atje, Allah është përbleft, o bo sebep, edhe ka thonë kime ardhe, kime marrë këto të certifikate, po pra, se as njetë, as anër, as ganër pas të kam. Ne kemi kry një bërë, o, zëtë për nëna, unë e di se vapën e gjithë ty, e di se vapën që ka dhe me thanë me shkuë në luft me mbrojt vatanë. Unë e di që ka dhe me thanë. E di mirë ata, sepse kam su teorikisht, e kam dasht edhe praktikisht. E pejgamberi Allah vesh një përcek një hadith, ka thanë, një ditë, لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. غدوة është një sabah, një paradite me shku, veçulltimi me shku, veçulltimi me shku. Apo mbrëmja më kthy, veçulltimi. Për në luftë është më mirë të Zotit sa dynjaja që ka kanë te. Dhe ka thënë ai Bekur alayhi salatu se nuk bëhet bashk. Nuk bëhet bashk plahni i frontin të luftës edhe timi zjarmi i xhenemit. Nuk bëhen bashk. Pra ai që plahnos në rrugë të Allahut në mbrojt vatanin, ai ata nuk e kap timi i xhenemit. E që në mënyrë figurative, nuk e në xhenem ai. Na e dim. Andaj kur e dim teorikisht, e këna pa që është obligim vatanin tonë. Lidhur me këto që ka përmend, veç du me thonë, për një cek, kanë arabt një fjallë të mirë që thonë, la shukra alel wajib. Po. Nuk ka nevojë me falë në dëru për një sen që kam obligim. Po. Pra, kontributin për atë dhe, kujdesin për prind, mësimi, shkenca, dhia, këtu janë obligim që... Ne lakmojmë atyre që kanë ba në kuptimin figurativ, për te vete kanë dalë, janë shkri, shambull Adem Jashari. Tash, nuk ka thjesht pjesëmarrje në luftë, është më shumë se kaq. Është më sakrifiku me çka ka krejt, edhe fëmija ndjep. Edhe jo një, me 10. E që atit mja dhe dorën. Ose zerë pa e zitit. I cili kur tjertë janë dridhë, edhe natën kanë flajt, aje dolja ka thidhë dhe pënja ka një tong. Dhe se ka trem synin i birin anës. E ti halal i kof gjini nanës që ka thithë. Po, halal i kof gjini nanës që ka thithaj. Po dhe shok të tina. Që ata njerëz, që ata kanë bo shumë. Në të tjertë, kënë bërë që kënë halë. Allah në e franoft. Ty dhe gjithë ata kontribusi, shpresoj që Allah të në bashkën gjenet me gjithë ata. E marrim telefonatën e radhës, e inkuadrojmë. Alo, selamu alaikum. Aleikum selam. Ornani, cila është pyetja juaj? Jam një qytetar këtu i Gjermanisë, 30 vjet në Gjermani. Edhe këtu për të qysh në Kosovë shumë popull i zhveshën, kur pa vinë në pushim. Këtu në Gjermani, kjo Gjermania u katalike, po me dollë më shëtit ma të veshën janë këtu se populli Kosovës atje. Atje shumë të veshën. Sa herë që pa vina, e ma shpesh në rrugë kur ishe gjinje të zhveshën. Jo vi që ta që ju kanë zhek, po gjithë. Shkanë kështu kjo punë, ka pa dhe me shku këta kështu. Me shku në shqytërë të zhveshën. Ata në për televizor ku i dhonë lajmet këtë zhveshën. Në Gjermani janë shumë matë kulturum, aja që i jep lajmet, aja që i kalzë kohën. Në Kosovë, kur pa vina në njëherë në vetë, vina njëherë me 2 fëmijë, po marë me hecullës.
Në Gjermani këta katolikë janë për shumë më të kulturuar janë veshje. Si në vërtet. televizor, si ku shkojnë me vlesike. Natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit për vërtet. pyetjen. Atëherë shkojna hoxh me shkputje të shkurtër e pas rikthimet atëherë e japim edhe përgjigjen. Pas kësaj shkëputjeje rikthehemi në studio, por para sa të japim përgjigjet për telefonuesit e mëhershëm, e marrim telefonatën e radhës. Në rregull, atë rikthehemi te pyetja që ishte një qytetar nga Gjermania që ka vërejtje për veshjen tek populli jon këtu që janë më i zhveshur sesa në Gjermani, edhe pse janë katolik, krishterë, por janë më të veshur, kanë kulturë veshësh më mirë se sa shqiptarët. Pavarësisht a është verë apo nuk është verë, nxehtë apo ftoftë. Ajo është e vërtetë që ka pa thënë vllau plotësisht. Gjendja është alarmuese, është e keqe. Këtu pajtoj me pjesën e tina se veshën makese gjermant, ka se burrat e kena mirë, gratë në kam prish njëve. Ne burrat e kena në rrugë Zotit, gratë ka bo dreqi për veti. I ka bo arga dreqit, i ka bo për veti edhe i ka marrë puse. E që janë funja vetja bojnë, por nuk është dukuri e mirë ajo, sepse gjveshja nuk të bën më të civilizuar, gjveshja nuk bën më të emancipuar, gjveshja nuk bën më të menqur, as më të kulturuar, po të bën më të qërëditur, më të prapambetur, më pak ta ullë dignitetin tënd, ta njëllosin nderin tënd, andaj nuk të bën nërë në asnjë rrethon. Nuk të mbron, gjveshja nuk mbron për diellit. Kërkosh në dynjat, kur s'ken lexu, as s'ken dëgju, as nuk kemi ndëgju, dë një mjek në botë që thotë o ju njerëz. O ju njerëz, për mbroj për diellit, do të më desh. Kërkosh nuk thotë. Kur, po do të më vesh. Jo më desh, po më vesh. Amo më vesh me teshat verës. Pastaj dielli është i njëjtë për mashkull apo për femra dallon, për mashkull dallon. Është i njëjtë. Mashkullt nuk veshen si femrat. Mashkullt janë tamam të veshën që ka hije. Këtu pajtoj me te, është çështje e rëndë, e mërzitshme, e neveritshme, po të thuaj se dush. Por është një sen tjetër që nuk pajtoj me vllahun, sepse që të motrat tona që në Gjermani e në Evropë që të përne prishin ive, këtu ma shumë. Kë nuk e dhja ka vrejta jo. Por bija tona, motrat tona, të cilat janë diaspor, ato kur të vinë Kosovë, gjveshen krejt. Ato që janë nuk kanë kohë, as i këqyrë kërkosh, ndoshta as i këqyrë kërkosh, sa të kërkosh nuk këqyrë më desh. Që njëri gjallë nuk të lëshosit më desh. Bile që ditë që ka bëke, që ka kalëzan. Edhe tash atje mushen, sa që shitet, edhe vinë këtu të na dhe na deshen Kosovë. Këte po e thamon, po e thojnë edhe qindrat të tjerë, të cilët jetojnë Kosovë dhe kuptojnë gjendjen, ndryshimin e gjendjes kur vinë të diasporës dhe kur shkojnë. Motrat, bijat tona që janë në perëndim, kur të vinë Kosovë po flasjo atje, janë më të gjveshura se sa tonat. Ato i mësojnë këtu më gjvesh. Dhe bëhet tepër keq. Allahu i drejtov këtë millet, tash me krahëzu me Gjerman ka që shakë vlau, ato nuk gjveshen, po, është e vërtet, ato nuk e lejnë për gjëna. Por, kultura, vetidia, është ngrit mileti, është ngrit, se gjveshja të regan brapa mbeturi, gjveshja të regan servilizëm, gjveshja të regan dhe që është në një farlej zbrasie që e kjeti, e më nëshme shfaqë format të ndryshme, më shit, me të regu që jem dikushe, me më avancu, bile me diqka, me kur gjëtës ngritësh. Andaj në asë një rrethon, në asë një formë, në asë një sektar, në asë një drejtim, nuk të ngrit veshja,
gjveshja, vështull të në anë, femrat e kulturuara, të cilat kanë kulturë, kanë background, kanë bagazh, nuk zhveshet bre. As nuk vesh tishat ngushten për shku trupi, nuk ka dalë para teje aty me ta vizatu trupin e sajna. A vjen para teje, me spjegu diçka nëse është shkenstare, profesorish, apo është gazetar me se përmeni spikere, shkon aty me një rrugë dhe jep lajmet. Jo me shit trupin e vet me kallëzue, që ka trupin e vet. Ti a ke shku aty në shëthen aty në farë kuj të regojnë modën e teshat, të shëthen aty në farë ke shku atja, pa ke shku të një institucion serioz, që është një televizion, ose një shkollë, ose një kutadione, ke shku me dhamë si mësuse, ke shku si gazetare me kontribuat, apo ke shku të shëthen aty në ku dalin manekien, ose në modës, ku ta dio që dalin me të regu modën, ose që thëjnë, ti pa që ke të reguë, ke shkuë. Ti shkan me marrë në rogë, me ushqy familjen tane, edhe me kontribua në qatë fush, qatë drejtim që din me kontribu ti. Kështë që në Evropë, njerëzit, femrat jenë ngritur, jenë gjveshër për këty në farë paragjikimeve. Sërimet larta. Tek një motra tona, bia tona, fatkeqësisht, kur dalin për mu këqyrë. Dalë unë të më këqyrë dikosh. Andaj unë për dalë, po do të me pas kujdes që për dalë, sepse po du me dalë, me krypun, po të një të kohë të më këqyrin më tjertë. Kë mentalitet, kjo vedije, nuk është në përëndim. Përëndim del me krypun njeri. Nuk del me u shiku. Po del me krypun. Në momentin që del me krypun, nuk e qanë kokën e që ka vesh. Sigur se na mashkujt. Të këqyri mashkujt. Për pas ta qenë zërtari, ministra, ku ta dioni që jeni fash një farkod i veshjes, për ndryshe, ose profesorat, ose për ndryshe veshën, thjesht veshën. Sepse e del me kry punë, del me taku dikend, me vëne takim, me kryne i punë, nuk del me këqyr halko ata. Me tërgu shfar trupi ka. Me ekspozu, nuk del bre. Dhe këto është dallimi, motra tona dalin me ekspozu, mu këqyr, mu shiku për i tjerve. Ato në përëndim nuk dalin. Ato dalin me kry punë e vetëm punu. Ta që kjo vedije të këne është e përhapne, në të nëndë, edhe që të populli roshën të pa pjeket, njëra tjetërën, se është të s'ka qenë, dhe e sa të ngritën, pra është vedije ullët, nuk është mirë me thamë për miletin të, po që shto është kjo punë. Do të më ngritë nga kjo vedije. Në femën intelektuale, femën e shkolluar, femën e pregaditur për me kontribu një fush, nuk e shet trupin, nuk e ekspozan trupin, po e shet dijen e vetë, met që ka dhe Zoti, shkollën që ka, aftësit që ka, artin që ka, e që është kontributi saj në shoqëri. Tani këtu ka pa, kanë faje dhe institucionet të në ranë. Shkollat, pse lejojnë vajzat, është të mëse lejes, ato janë adoleshentes. Shopëra, nuk i përmbahen. Prindit e nuk qyrë, vajzën e vetë që shpëveshet bre. Burët me thangërëzve të i gru, për i zetë Zotit, u lishtu 5 minuta. A jarti për mua për halë qëtu. Kalë zëmbënës. Ti a jarë për mu, apo jarë për burrat huj. 10 huj, po për kalablak për këtë 2 janë. Nëse jarë për mu, para meve që është dush, pa në rogë, jo, bre t'i gru, pa shazë Zotin jo. Ja, heqja. Veqit tash pa i dojmë dhe të 10 me emër të Zotit. Sante këtë punë për vendosëm në. Ti që është të me dalë ty beja. Ty duke që vëdoj pa drejt, e ndë që i lirë. Jam përse me të boheqja, veç ka me sharu sanet. Për punë nuk nali, ama që shtu, e jo.
Prindi më tha bijes, ai më tha vajzës shkolla atje, më tha motra motër ku po shka kështu, i shoqë, ku po shka kështu. Nuk shkohet për para me degenerim. Ta shpikështu e shoqërit, cilat e shoqërit më të degeneruara në botë? Cilat janë? Që të qërmët prapambeturat nga ona shkencës, nga ona civilizimit, nga ona që me thonë, shumë seneve të shtetit. Emancipimi si shtetet latine, amerikano-latine, disa shtete aziatike, disa shtete afrikane. Tash ne përfutëm bashkë me ta. Pra, këtë shtetet që e ngritur lartë, ndash më rëlindje Japonin, më rëlindje Koren, që më stasë për Malizinë së shtetë islam, po mërë Koren, pagan, cëllën thash Japonin, pagan. Edhe hajde dherë në Amerikën ka natë. Kësëre atë lejojnë, a shkojnë që shta veshën, e më stasën për Zvicërë, për Gjermani që tha këndëruare, për vendet tjera, të cilat mirën me shkencë, mirën me që shtetin për para, mirët ajo zoja del me punu, me fitu dinarën, ose thjesht del me kontribue si ka dhonë zote aftësia sajna, natërisht e ka dhe rogën e vetë. Nuk del me u spëzu, nuk del me u shit. Kej, bjen rotla më shitët e gjallë. Ku rotlat ka dek nana, ose ku e veshët që tu. Ja, s'ka në me tha veshët që tu, të veshët që tu. Heq më sfel për rotla. Zhek, tja pralla për kalzana, zhek për juve, për mashku ja. Po dhe po du mu dalë, më u shiku, one më pa njerëzit. S'po dalë as për shkencë, as për kur që. Allahu na udhëzoft, na drejtoft, e gjendjen tonë na përmirësoft. Amin, amin i rabë. Atëherë kalojmë të telefonata e radhës. Alo, salamu alaikum ju themi. Alo. 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 Jeni drejt për drejt në emision. Atëherë derisa vjen telefonata e radhës, marrim edhe një pyetje tjetër që i na ka ardhur me shkrim. Thotë kam një vajzë të vogël, kam ble lodra që kanë forma të gjallësave, arusha, gjirafa, pula, shpërndamën e për dhomë, thotë a kemi gjëna të falemi ato, apo do të me ndru dhomën, edhe pse kanë forma të një lodra, dhe të bëjmë namaz në atë dhomë ku janë të shpërndamë me lodra të fëmijëve. Kjo mesele është mesele në vete, me marimi, mjeshtria ose blerja, për para s'ka pas blerë, pa ka pas me maru atë, me prodhu, me maru, me kep, me lodrave për vajza të cilat u përngjajnë gjallësave, në formë të gjallësave. Për para kanë maru pej, kanë thorë pej leshi, Pundore, kanë maru. Tani dikor, tash, më shikun e kaluar, gjysmën e dy të kafoni këndej, tash mo, njërë automatike, marohen ato, me plastike tjere. Por, gatë është e njëjta në formë të gjallësave. Këtë mesele kanë diskutu ulemat, sepse kemi atje hadithe të cilat janë shumë strikte, që e shtrëngojnë çështjen e skulpturimit, pikturimit të dyja të bashkë të gjallësave, me shpirt, gjallësa me shpirt. Dhe konsiderohet për imkateve të mëdha, me konsensus të ulemave. Pikturimi, skulpturimi, i çdo gjallëse që ka shpirt, konsiderohet për imkateve të mëdha. Dhe se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i është kërcënuar aq me rënd. Ndërto ka thënë i bekuar sallallahu alajhi wasallam, إن من أشد الناس يوم القيامة عذابا المصورون. Për njerëzve që do ta kenë dënimin më të rënd ditën e kiametit janë këta,
El-Musawirun futen piktorët dhe skulpturët të cilët i bëjnë qoftë me gdhen që me vizatim gjallësa me shpirt. Dhe ka thonë ai cili e krijon, e maron, e vizaton, e piktoron një gjallës me shpirt, i thuhet në ditën e Kiametit, i sillet ajo që ka skulpturu këto statuje, këto faqe i bojnë këta, i sillet në ditën e Kiametit, i bjen, i sillet, i del përpara, ja sillen, thonë, shtinja shpirtin. O Zot nuk mëj, fotja shpirtin, fotja shpirtin, te e krijove, fotja shpirtin, e të nuk i shpirtin dorë, së në fot shpirt. Andaj, kjo është vjekuqe të një musliman. Pra ta një musliman, shpia tona, xhamia tona, nuk ka kësa përsanësh. S'ka pas kur. Dhe në zaman tash kur i prish muslimant, tash e shetë shkën të muslimani, ja shetë një shqiponje, ja zatun, ose ja shetë një skulptur, një shqiponje pe i gipsit, pe i drunit, ose ja shetë një fotografia të të madhe, ose s'po di, ka luaje, ka dele, ka frit. Që ka bën mëre njeri, i duket pun arti, pun, shkon të muslimani ashtu, sepse është atje hadithi tjetër, ku me laqet nuk futen me atë shtëpi në të cilën ka skulptura gjallësave dhe apo qenë. Nuk futen me laqet. E aty ku nuk futen me laqet, kush futet, kallëzë vllaut? Futen dreqnit. Aty ku futen dreqnit, qa ka dreqni lëk, ka jetë ngusht, nuk ka rahmet Zotit, ka vështërsi, ka siklet. Andaj robë me pas muslimani me pas parasysh të gjana. Muslimani me pas parasysh të gjana. Tash, krejt si rredhoje kësajna, ulemat kanë diskutu, po për të mi, a thu që të hadithe, krejt që të futen, edhe për lojnat e fëmijëve, apo jo. Shumica e ulemave, që shtot Qadi Iyad, thot Imam Nevaviu në koment Sahih Muslimit, dhe favorizan mendimin. Dhe ulemat të tjerë thojnë se për fëmi përjashtohen këto. Ky rregull përjashtohet për fëmi, për lodrat e fëmijëve, veçanti të vajzave. Pa kondo një argument ka thonë, po, kene edhe argumentin një tekstual, e kanë marrë një dy hadithet të Aishës, në dy ngjarje që kanë ndodhur Aishës radiallahu anha. Njërën për tyne për tërgej se koha për hec, pejgamberi kërë këthyje për Tebukut, për një luftë të Tebukut me gjas. E ka pa Aishën radiallahu anha në shpet, vetë kër ka fryjera, kër ka qilë derën ka fryjera, dhe në zgju pak perdet, kanë qka është kjo Aishë. Ka pas dhe faloj nash, dhe si lej kukla është marune me kra, formë kalit. Formë kalit. Dhe dhe që janë këto, thaj, po ja Rasulla ka shtëlu me do vajza. Aishë eri, me vajza. Tha, ku ka kali kra? Tha, ja Rasulullah, a ka harrua kualte Suleimanit, kualte Suleimanit ka me kra? E pejgamberi kishë, sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk e vazhdoj më shumë, nuk e qartoj. E ulemat kanë thonë se heshtë e pejgamberit është miratim që vajzat bën me pasu lodra. Pastaj kanë thonë, i kanë sjellë dy elementi tjera, që në shkencën e usul fiqh e njihen si ille, motive. E para kanë thonë, këto lodra, anëpse në gjallësa, nënçmohen. Nënçmohen sepse athati janë të në përshpej gjuna për në tonë këtonë. Për kunder asane që vjerë muri, ata e ngrit për me madhru. Shef, vetë fakte që e ngrit lartë, e madhran. Nërsa, kër e ullë poshtë dhe shkel, e nënçmohen. Andaj këtu nënçmohen, nuk madhrohen, nuk ka rrezik madhërimit. Çështja tjetër, motivi tjetër apo elja tjetër që kanë sekur, kanë thonë vajzat, në përmityn e lodrave, trajnohen, mësohen ato.
Edhe subhanallah, me kësy të gana psikologjike, me vëzhgu vajzat e vogla, të shi marrën kukullat, e i lidhe si bebë. Sikur se bebë i lidhen e luj me to, ku ta dione, trajnohen, mësohen. Edhe me psikologjin bashkohore, e me pedagogji, këtu shkencat të cilat mirën, shkencat sociale, që mirën me edukimin e rinisë dhe qantit fëmijëve, janë të gjatë pajtimit, se fëmija i njepej metodave që për zhvillimin e inteligjencës e fëmijëve janë edhe këto lojna. Për ata na për qerdhën, për që quajmë të shtëpit, të cilat kopshtet e fëmijëve, në për të gjitha këto i kanë rregull me pa diçka të tillë sepse e zhvillon inteligjencën e fëmijët. E fëmiju ka nevojë për elemente që ja zhvillojnë inteligjencën. Andaj kanë thonë se i lejohen këto gjëra për fëmijë. Kështu që bën më falë aty nuk ka dert. Allah shpërblet hoqë nderor, atëherë kthehemi tek telefonuesi i radhës. Alo, selam aleikum. Mirë për sqarimin për lojat e të ngusha këtë në telefon, po më kujto dhe pyetja se për lojat e vajzave tregove pak, po ne kam edhe djem në shtëpi. Edhe këta kanë lloj loja që me xhamet, me kafshë, me shkas që luajnë me automobile, i hipin to, i shtripin një djem. Po dhe vajzë kam me ka kukulla sen, nëse ki mundësi pak edhe që ati me na sqaru, edhe deshta një pyetje për kohën e namazit xhumas në gurbet. Një hoxhe kam një thot zban duhet me falë edhe drekën, një hoxhe kam një ka thonë drekën s'duhet me falë. Para një 2-3 jave ke thonë edhe ti hoxhe ndërum që duhet me falë edhe farzën e drekës, pak që më sqaru që ta di qysh me falë ma mirë. Pyetja tash të ta merrni përgjigjen. Faleminderit ju. Faleminderit. Selam aleikum. Selam. Edhe për djem është e njëjta çështje. Edhe për djem është e njëjta çështje. Futet për vajzat janë më shumë dhanë mas këtyne farë lodrave, sepse djemt përfitojnë. Po elementi parë gjithsesi që është nënçmimi i gjallësave, atyne gjallësa. Pse po them nënçmimi? Me sqaru edhe pak. Sepse pse feja i ndalën pikturat kaq shumë. Amo atë shumë i ndalën pikturat, sa që ai që e merr që një fen mirë, ai rëqethet. Ai rëqethet. Për shembull, unë instinktivisht, po edhe ti instinktivisht, me shku ndonjë shtëpi. Unë një herë isha në një shtëpi, edhe isha i ri këtu, nëse bën me kallëzu këtë. I ri kam fjaleve sa kisha ardhur, nuk ishte 2-3 vjet. O mur një kolegi ime dhe jute, i vjetër ai, edhe këta shka vdek, Allah e pasqëro. Tha, këna me shku një farë venit dikon, me falë të ravit. Dohet me shku, tha, është me rëndësi me shku, tjere, unë bindi që është me rëndësi. Ta jo kemi hidni aty, edhe këna hangar iftar. Ta është me falë akshamin. Krejt fotografi. Piktura, dëtvizatura, këto. Ta është vetë në reagaj. Nuk është që zgjedhi, sepse instinktivisht o i di që ka në pasoja, sikur se me pa një qenë shpe, o të me rohna, qenë për ma një shpe, vetë njeriu, vetë vetiu reagan, nuk jenë aktor na me aktru, si mbas skenari që ta vëzatën ta shkru në dikush. Po i njeriu, muslimani, reagan vetë vetiu, sepse ndikohet. Pra dhonë reagohet, thash qëto nuk mu i falë në akor për jetë. Nuk banë më falë këto, dhe banëm në atë, banëm logë banëm. E dhe që logë banëm në atë. Kuku, i rash, për jetë që rash pishmoni, po bëna vetë i 70. Eja moraj natë të anadina që më qaj, dhe bënë farë kompromisin, a dolim jashtë të falë. Një kompromis e bënë. Amo preka, se edhe folja, s'mujta me nejt pa folje, debatume, atës... Në të atmosfera. Po pra, që së shte rani, sepse shte Ramazan, ishte ku iftarit, por, kështu që
Vetvetiu njeriu, tani, pra, pse për them këtë? Për them sepse skulpturat, pikturat, këto le ta më kujtej, kënë kujdes këta që vizatojnë. Në Islam, jo vetëm në fen ton, shariatin ton, por prej Nuhit alayhis salam. Se është një fe, është një fe. Për çështjeve më të ndihshme që i ka shtrëngu feja. Islame, thë ndryshe, legislacione çdo pejgamberi, sepse legislacionet kanë ndryshuar, ndërsa feja në bazë ka qenë e njëjta gjithmonë. Për çështje që më shumë të kanë shtrëngu janë pikturat. Statuja të mund. Statujat. Që kanë gdhet. Tamam, nga se ato me kohë mund të adhurohen. E kësaj në shkencën e usulli fekut, atje i thojnë mas preventive, set dhe ledheria, mas preventive. Pra, ja qelë vadën heret, nuk e lenujt marë këtanë, se bone i vjenujt të merrujt. Herdo kur do rrezik se më të marrujt, qilja vadën ata. Apo më shilja vadën një se le marë këtanë, që në fillim. Islami të sene i ndalen strikt. Sëddi ledheria, mas preventive. Andaj, fotografit, ta më thët dikush për nane kam më në edhe për vjerën murë, pasha Allah nga bime ki. Edhe nga më timu se nuk afrohesh të Zotit. Ti veç ki mu largu për i Zotit. Komët najtë shejtani për ditë që aty. Dhe këmë thëmë, qërë nanën tane, për shënanën tane, qërë nanën tane, për shënanën tane, qërë nanën tane, qërë nanën tane. Dere sa te kime madhuru që fotografi. Dhe kjo, dal nga dal, mundet ku me të ku në shirk. Qëka është shirku? Shirku është me ranu, rababababab, këtë që ka ndërtue, 30, 50, 70 vjetë. ولئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الله إذا pejgamberit vet e qenë ai s'ka mundësi më shirk, po i tha ti, më na tregon neve krejtve se pa shamallin tam boni bot shirk. Krejt punë që keni bot mira, rrafsh me to kam i bë kam i rënu. Pra nuk kanë asnjë peshë të Zotit asa krahi miskojës. Shirku e udhu billah, nuk ka ma trant. Shirk. Andaj çdo sen që të qënë në shirk, dhe të me këput rektak fillim. Kështu feja në mëse, nuk ka këtu punë shtërngime, ekstremizmi, këtu ka punë parime. Ndryshe nuk bën. Kjo vetë që është shka, ndryshe nuk bën. Tamam? Pra, tash, këto po këthejmë prapë, nënçmohen lutrat. Andaj, nuk ka as shans këtë punë, as më vjermur, as më madhruas, këtë nënçmohen. I hupa elementi frikës së madhërimit, dhe në ndë mund përfitojnë edhe fëmija për zhvillimin, në zhvillimin të inteligencës së tyre. Allah shpëlet, me që jemi edhe ka fundi e emisionit, besim bërsh edhe pyetja e fundit që kjetë e koha namazit gjumos, namazit drekës. Po? Mas gjumos, a ta falim, a mos ta falim? Që tha këmë falën, që këmë falën e? Që do shta banë me falë, pa dhe nëse falim, qysh me Po, falë. kam falën e që banë me falë. Që tash me kësyrë nga ana juridike. Nga ana juridike bie nga ana meseleve të fikut. Apo? Nga ana meseleve të fikut, mi hiran, take, një me kësyrë. Veçantite me dhehebe Hanefi dhe një pjesë e Shafive, në shumë vende, jo në qytete, por në për fshatra, në shumë vende, jo çdo fshat, ata thojnë, do të më falë dhe drejken. Sepse është drosë si bas tyne që gjemaj se ka plotësu kushtet. Se Ibn Abidini është një për tyne. Tash, mesela shkurt se kohë përna po, kjo gjona për libra gjonë këto, se kam për gjepi tem, kjo për libra është. Tamam, por në gjamia, në vendet ku plotësojnë kushtet e gjemajës, gjemaja bje, drejka bje. Sepse në momentin që obligohet gjemaja, drejka bje.
Nuk janë dy vagjibe, dy obligime të njëjtën ditë. Ja kena bërë gjumon, ja kena drekën. Nëse kena obligim gjumon, dreka ra. Po nëse nuk e kemë obligim gjumon, se punë e grus, se ka obligim gjumon, punë e udhëtarit, se ka obligim gjumon. Po nëse fal gjumon, bie dreka, nëpse drekën ka obligim. Tamam? Bie. A më dyja bashkë nuk bëhen. Për ata këta Hanefi tani kur kanë thonë, nuk kanë thonë me fal farz e drekës, po me fal drekën e fundit. Që ose bëhet dy farze për e herë, si mënyrë preventive këto. Për mendimin tem, personal, njerëzit nuk e thonë falne, nuk e thonë falne, po ti të kohë nëse falin, dhe të falin njerëzit. Dhe të falin njerëzit. A, në për qytetin veçanti, nuk i nevoj me falë. Unë nuk e falë. Unë e falë senet para gjumas, 2 ose 4 recate, dhe e mbroj mendimin se pas gjumas janë senet 2 ose 4 recate. Dhe gjumaja përfundoj. Ti ndash me falë, Allah hedhe një që një falë. Por të tjerë mësë obliga. Lej njerëzit shkojnë për puna. Ose le shkojnë shtëpia të veta, ose shkojnë ku dojnë. Mësë obligon njerëzit. Mësë majnë gjami njerëzit të ditën. Mësë javrana njerëzve thujta hlerisht. Mësë javrana. Le të javë njerëzve. Po ta falin farzën e gjumas, elhamdulillah. O Zot, kjo kryesorja, kjo begati e madhe. Mësë obligon njerëzve. Po. Allah shpëleft e Zotin nderoft, me që jemi dhe fund fare të emisionit, po nuk po dojmë të mbyllim para se të marrim ose një këshill, ose një sugjerim, lidhur me sfidën që kemi në kohën e sotme. Puna e restoraneve, ku shumë ushqime edhe pse janë halal, si mishi i peshkut, mishi i pulës, mirë po përdoret alkooli sa për të dhënë shije ose birra, që tash disa njerëz nuk po e dinë edhe nuk janë të informuar se përdoret, e porosit pulë ku nisë është halal ose peshk, por tash një këshill edhe për ata që ushqehen, edhe për ata që e servojnë për restoranat. Një udhëzim, një opinion. Shëqa, ne jena vend musliman. Kosova është vend musliman. Me popullat shumicë absolute musliman. Këtë vesh një trend i qmendur, mund të mohoj. I trend i qmendur, kalemi lapsë në shkrum për ta, për ndryshë realiteti është një. Të janë musliman. Tani musliman kategori, po peja të një që deshen, e peja të një që kanë gale që kanë e qapin, për dhe të thebetë musliman, e deri të hëgjëllar të haqjit, e deri të nanët tonë, printet tonë, kështu, musliman një këta. Por shkallë. Po dhe gjenet është shkallë. Po dhe gjenem është shkallë. Andaj, njerëzit evropian, po edhe lindor, përëndimur lindor, jo kosovar dhe jo musliman. Kur vinë Kosovë, kanë parasysh se po vinë një vend që ka musliman. Ata kanë parasysh që po vinë një vend musliman. Ndërsa, shumë kosovar nuk e qajnë kokën se në brenda në një vend me popullat muslimane. Po du të them, i afran shërbim njerëzve. Qysh i afran në restoran me shderët? Qysh ja bënd të mishin e derët njëjten, furt njëjten, skar, që bënë mishin e kigjit, mishin e të lopës, qysh ja bënd? A hajnë muslimat, a hanona jote? Nana jote, hanë të që prenarë restoranit? Jo. Pa thuj këty njerëzë, dilë thuj, jojë njerëzë. Për kvalitet kënë me pa, amo njësaj nuk halëzaj, bashkën bëjtjerë të bëjnë e vend. Thuj jo, qëra hajnë ajo. Njëta gjashtat për punën e alkoholit. Mu më ka ndodhën 2 raste. Mu që qëti për palë që kiti. Më ka ndodhën 2 raste. 2 raste. Nuk për të rëgamë të restoranave, me shpresim lidhin men, e nuk i përserisim. Ku kam shkuë
edhe kam dy peshk. Por të dy restoranët në distancë kohore me zveti, jo të njëjtën ditë, me vjetë. A mo ka ndodhë. Lypi peshk. Fati mirë kur dënë Zoti, që unë një njeri pak i njoftun, edhe ka marjeri më thëtë mua, o hoqë, peshkun e bëjna me verë. Ku për mu? Peshkun me verë? Me raki papa, tha. Thërma menagjere. E ma thjerë menagjere. E thash pash një zëtë. A jenë tokë të busë kënë ti. Tha qëra se larë ka marrë për shpis tem të ti këtu. Dhe këta mësaferë që ka nërë të one. Jashtë Kosovës. Ka nërë më ndëru mu, këta gra dhe burra. I ku marrë komplet dhe familjen tem. Dhe ki me artë të në fund dënjase, të fund Kosovës. Sa restoran më galune për pesh pistem dhe e marrë të këto. A ta mërmenja aty që një marrë me hangar, me pirakit e të këto, me peshk me rame vera, ta mërmenja? Tha jo. Pse më shërben të mu me verë? O të më rova, po më ndoha që është i vetëmi. Ma së ndaj, ka ndohët një rast tjetër. Identik. Edhe për hëtë kamarjeri, thak, bëhen peshku, fërgohet me verë. Me verë? Po, ku për neve. Edhe ti thash, o thërma menagjerin. E ma thjerë, e hangra me ta, edhe ma nëzita, qa që ma prishi atmosferën, ma prishi këto farë, disponimin, dhe që sa që o bona veti 70. Veti 70 o bona. A keni frikë Zotin, Mari? A keni mërë frikë Zotin? Edhe këti thash, pra po mës të shanë njëri që më njëhni, dhe javdi për njërë të kamarjeri, Zotë i rujtë këta, i cili më të regaj, këta që kenë me mu, këtu njësë pas një pas më të regujë, pra, këta pas kanë pas me humor me verë, po këta ruhen për haramit, edhe ata tjetë ruhen për haramit. Pëtë ranë për tavlina njërë, shka pëtë ranë? Haj shka pëtë? Ma marë njerës, se ne po vina, e pjo bina lekë, për bina mësafert, po vina vetë, për morën familje tona, për morën për qëshnin tonë, po vina për restoranat e jo, mas me kona e do të mshel. E ti, mas shpine, na bën e vëshqi me raki, a nuk ka të radhë të ikja? Andajle tjetë këj mesaj për ta vlaznin që kanë qelë shëto këse restoranet, të kenë frikë Allahon, se Zotë është i madhë. Zotë është i madhë. Dhe njerëzit mallkojnë, me lashet për qiellit mallkojnë. Dhe ti mënesh atje edhe me shtë ngordhur me pru, edhe me shderët me na pru, për Zotës se në ranë. Në anën tjetër, edhe ne se konsumator, si shtetar me pas kujdes, ha shpjetane buke gjizë, buke lëngë vlau. Dhe nëse veç dohet me shku në restoran, ma të mirë, mos ha sen për vetë. Sepse shqiptari, jo gjithëherë, por shumë herë, është në gjendje për lek runë në zëtë me bojë dhe diçka që nuk të kanë aty. Andaj keni kujdes. E ushqime shumë i ndishëm që është në fetare. është shumë i ndishëm të na në islam. E kënë dishmëri edhe qifët e kanë rujt. Edhe qifët e kanë rujt. Për kundër të kështerve të cilët e kanë përzi krejt. Për ata me bom me i qitë një qifuti, mish derët, i ndyrë derët. O ki më bo pishman që ke lindë. Jo që ke qirë që të restoran, po që ke lindë ki më bo pishman. Vesh me bo me dmarë vëshaj që ke qitë i ndyrë derët, apo me shderët. E të vlatë një banë.
a unë jam musliman. Edhe ti thë vetë musliman. E ke frikë Zotin, se nuk ka para gjithë shka. Nuk ka para gjithë shka. Parën se ke pas, ta ka që Zoti. I njëjti Zot ta merr parën. Dhe ta prish ftyrën, dhe ta prish shpirtin, dhe të kallë Allahu. S'përvon në vlad, s'përvon pasuni, s'përvon shëndet, dhe ta mush varrën zjarm, edhe të ngre zhaket që në ditën e kiametit midis xhehenami. Mos se mashtron njerëzit. Njerëz bojnë me pare për apin pare, sillu me dinjitet ndaj tyne. Mos e shërben njerëzve me haram. Allahu na falë të na permesoj gjallë. Allahu shpëleft hoxhin nderuar për gjitha këto angazhime, kontribute. Zoti ju pagoft në mirësitë e tij në dynja e në ahiret, ndërsa ju shikues të nderuar, deri në emisionin e radhës, ju përshëndesim me selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dhe ju lëm në mëshirën e Allahut.